Qytetarët e komunës së Gjakovës janë ata që më së shumti na mbështesin dhe na ndjekin në takime, prandaj ne jemi krenar që ju jeni gjithmonë kështu. Kështu thanë në fillim të takimit kandidatët për deputet nga lëvizja vetëvendosje me banor të lagjës së Qabratit. Nëse ne nuk orientohemi ka prodhimi, konkretisht në këtë rast ka mineralet që ne kemi, dhe pastaj trepçat në hap fabrika se një vend punë në tokë të hap 4 vendet punës me njëherë në tokë, atëherë, kjo ka më qenë mundësia që na të mund të hesim për para ekonomikisht. Po pastaj, në mundësi tjera që lëvizja vetëvendosje i ka të qarta në programin. Na si lëvizje kemi fillu tani më ta bëjmë progresin në Kosovë që handej. Jo vetëm me pushtetin në Prishtinë, jo vetëm me ndikimin që kemi pas në kuvend. Po ndikim të madh kemi pas me vetë faktën që kemi qenë alternativë qeverisë. Na kemi nxjerrë alternativën, në ndërkohë që subjektet tjera nuk kishin alternativë. Dhe thash sepse ne kishim program, ata u filluan u detyruan shpejt e shpejt qysh me nxjerrë ata do programin që mundun me nxjerrë me nxjerrë përgjigje për shumë pyetje që qytetarët i shtrojnë. Pra na ndikum të ta. Jemi të vetëdijshëm që jetojmë në një shtet me pabarazit madhe, me padrejtësi. Jetojmë në një shtet ku një 99% shtypet për 1% super të pasur dhe jemi të vetëdijshëm gjithashtu që gjitha premtimet që tani jipen janë të pa baza dhe kanë vetëm për qëllim ruajtjen e kësaj status quo-je, ruajtjen pra të këtij 1% që me gjitha privilegjet që i gëzon. Asnjë individ i lëvizjes vetëvendosje nuk u përmend asnjëherë për asnjë aferë korruptive. Për 5 muaj të qeverisjes së vetëvendosjes në komunën e Prishtinës, kur u bë ndryshimi i madh, falë dhe i votuesve të cilët besuan në fund se është lëvizja vetëvendosje, ajo e cila do të rigjenerojë ato forca të lodhura që u dheshin komunën e Prishtinës më parë, për 5 muaj qeverisje në komunën e Prishtinës u dëshmua se me vullnet dhe punë mund të shembën ato mite se nuk mund të luftohet mafia ndërtimit. Në kuadër të shtetit social dhe alternativës tonë qeverise, ne garantojmë që do të kemi një arsimim më cilësor, se do të kemi një arsimim pa pagesë në të gjitha nivelet e tij dhe se do të ketë një departizim të tërësishëm të procesit arsimor. Tash ka shpresë me lëvizjen dhe numrin 35, ne nuk dyshojmë se e mira e popullit vjen me lëvizjen vetëvendosje në pushtet. Prandaj vota juaj është obligim dhe nder për ne, u tha në takim. Sa më shumë afrohet data 8 qershorit, aq më shumë afrohet data fitore së vetëvendosjes. Ata kanë ftuar qytetarët e Gjakovës të dalin në mënyrë sa më masive të votojnë më 8 qershor në mënyrë që të bëhet ndryshimi i madh e që ka emrin vetëvendosje dhe numrin 35.